Mirëmëngjes. Mirëmëngjes të gjithëve. Ju përshëndes me gjithë zemër dhe uroj që kjo ditë të jetë e bukur për ju, së pari në shpirt. Kur një mësues bëhet shembull, udhërrëfyes, frymëzues për nxënësit e tij, ai lë një gjurmë të pashlyeshme për të gjithë jetën. Edhe kur një nxënës merr frymëzimin nga një mësues, ai s'ka bërë gjë tjetër. Ai mësues veç se ka hedhë far mirësia në ecurinë e nxënësve të tij. Kur një mësues a një mësuesa ndjehet i respektuar për nxënësve të tij, ai ka pushtuar me dashuri zemrat e tyre. E tillë është e ftuara ime e këtij mëngjesi. Ajo është mësuesa në gjimnaz, në gjimnazin Oso Kuka, mësuese e historisë. Një lëndë shumë formoluese. Një lëndë që hap një dritare shumë të madhe në ecurinë e kohrave. Edhe është shumë e bukur që këto kohra, kjo histori të magnetizoj ecurinë e nxënësve. Këtë e bën mësuesja Audenarda Balliu, e ftuara ime e këtij mëngjesi. Në fakt, gjithçka në ftesën që unë bëra mësuese Audenardës lindi këtu në Mirëmëngjes Shkodër, kur unë ftova në kohë të ndryshme, së fundmi, në një periudhë të fundit, 2 nga nxënësit e saj. Dhe përshtypja që ata kanë për mësuesen e tyre, vlerësimi që ata i japin është vërtet mbreslënës, që çdo mësues, çdo njeri do të donte ta kishte një vlerësim të tillë. Në fakt, ftesën për këtë emision e bëri puna e saj, fisnike. Mirëmëngjes mësuese Audenarda. Mirëmëngjes dhe faleminderit shumë për ftesën, është një vlerësim për mua që t'jem sot këtu, duke qenë se jam mësuese dhe normalisht mbart mbi vete një përgjegjësi shumë të madhe, qoftë profesionale por edhe humane. Kështu që ju falenderoj. Ju falenderoj unë ju. Unë po i drejtohem nxënësve tuaja. Të shohim se çfarë ata kanë shprehur për ju. Ndoshta fjalët në këtë rast mua më mungojnë, ata shprehin më mirë. Inserti regjia. Unë jam bë pjesë nga mësuesja eme e historisë, mësuesa Audenarda, Audenarda Balliu, e përshëndesim përsërisht, e cila ma prezantoi si konkurs, më tha që kemë marrë pjesë. Ma prezantoi edhe temat me cilat kishim mundshëm me marrë pjesë, dhe unë zgjulla temën në cilën e kam trajtuar. Jemi, domethënë, në vit parë, me 13 shtator të 2023-shit, ishte ora parë historisë. Në fakt, i mban mend ashtu si datat e historisë, këtë pika të rrugtimit. Janë data shumë të rëndësishme të historisë së jetës time dhe patjetër. Histori kishim fakt 2 orë të fundit, por nga ndryshimi i orarit u bë një bum i madh sepse erdhi në orën e parë historia që nuk e priça, nuk kisha përgatit. E kam shumë domethënë të prezantimin, njohjen e mësuesve të ri, edhe viti i parë, fillimi komplet ishte shumë e vështirë, por vjen zysh Audenarda, ishte domethënë Audenarda Balliu. Po. Ishte nuk është shkodrane, por është shumë shkodrane për zemrat e nxënësve, apo jo? E bën tana ajo. Sa mirë. Dhe kishte një qasje, domethënë, tepër perfekte, në çdo aspekt që ta shihje, ishte tepër magjepse, do thoja, sepse rrezatonte. Ishte, nuk kishe ku ta shihshe keq. Çdo gjë, çdo tesh
hekurosën pa asnjë rrull, ato flokët e drejta, mënyra se si fliste, mënyra se si i qase historisë, më varnit kuptoj që nuk duhet rri vetëm pasion, por duhet ta vazhdoj, sepse jam në rrugën e duhur, ka njerëz që do më suportojnë dhe është arsyeja që unë du ta vazhdoj e bindur degën e historisë. Është dita kur mendoj se rilinda. Besoj se ishin shumë edhe emocione për ju. Patjetër që po. Teksa dëgjojnë ish nxënësen time Mersin, por gjithashtu dhe nxënësen time Jessicën, kuptoj që nxënësi e mat mësuesin në çdo kënd të tij. Pra ne jemi përballë atyre syve të cilët na bëjnë atë skanerin e mënyra si futemi në klasë, mënyra si qasemi, si përshëndesim në mëngjes. Biles dua t'ju them dhe diçka tjetër. Masin edhe nëse mësuesi sot është i lumtur nga buzëqeshja e tij, apo është edhe i mërzitur. Pra çfarë dua të them, që nxënësi është kaq shumë empatik përballë mësuesit, sa që realisht domethënë është një lloj ndjesie që vetëm mësuesi di ta provoj dhe e provon çdo ditë. Për mua këto dy vajza janë të jashtëzakonshme. I quaj vajza sepse i kam mbështetur shumë në çdo hap që ato kanë ndërmarr. Sidomos edhe Mersin ishte e pasigurt në hapat e saj, mirë po duke i qëndruar afër, duke e mbështetur, duke e marrë me vete dhe shkuar te biblioteka, te muzeu, domethënë duke i treguar dokumentare, libra, e bëra që ajo të fitonte çmimin e parë. Po. Dhe në fakt ishte një merit e saj. Pra unë i drejtova rrugën dhe ajo diti që atë rrugë ta finalizonte me sukses. Por edhe Jessi është, do thoja, një vajzë plot intelekt, intuit, e jashtëzakonshme, dinamike, i jep një detyrë dhe e mat në të gjitha format e mundshme. Sa që dokumentari fundit që ka prezantuar këtu, kur e kam parë, do me thënë jam befasuar. Thash, wow, pra një nxënës i moshës së saj, që arrin historin ta përcjell me anë të teknologjisë dhe të përshtas kaq bukur zërin me figurën, do me thënë qasjen e saj, saktësinë shkencore, sa kam thënë, bravo. Pra një bravo realisht e merituar, sepse mua më vjen mirë që i përjetoj çdo ditë këto, ashtu si çdo mësues përjeton nxënësit e tij për ato anën profesionale që ai mbulon, pra fushën që mbulon. Pra për mua është realisht një kënaqësi. Dhe sot sinqerisht ndihem e lumtur dhe ju jam falënderues nxënësve të mi që me shumë modesti e them, ata nuk më harrojnë, edhe në rrugë kur kaloj dhe më thë më përshëndesin, pra është realisht një kënaqësi. Si që tash keni mbjell farë mirësie. Faktikisht është figura e mësuesit, është edhe lënda juaj, e cila i ka rrëmbyer. Po keni menduar ndonjëherë për atë magji që mësuesi i zotron, pavarësisht lëndës, por besoj se historia ka magjin brenda. Unë kujtoj një mësues tim në klasën e 5, edhe ne ashtu të vegjël ishim, por na e bante historinë si prallë në atë moshë. Po ju ku e keni atë mishtrinë që keni tërhequr nxënësit si me magnet për këtë lëndë? Në fakt, qasja e historisë me aktualitetin është një ndër pikat më të forta që mësuesi përdor për ta afruar nxënësin dhe për ta patur sa më afër vetes. Duke mësuar për të kaluarën jemi shumë të aftë dhe realisht të kthjellët për të menduar çfarë na pret. Kjo është një pikë pyetje e madhe. Gjithashtu ajo që unë gjithmonë kam se objektivitet tek vetja ime
është qasja empatike që kam përballë nxënësit. Pra, kur e trajtojnë një ngjarje historike, nuk e trajtojnë në formën e një riprodhimi, por aty brenda lind diskutimi, qasja që kanë nxënësit, mënyra si ata e konceptojnë. Pra, nëse do t'i rikthehemi dikur, mësuesi ka qenë riprodhues në histori. Pra, nuk është se vetë koha e ka pat kushtëzuar brenda asaj kornize. Sot në fakt kemi mënyra për ta qasur nxënësin dhe për ta bërë që ai të ketë interes për të mësuar, sidomos për historinë e Shqipërisë. Unë shpeshherë i them nxënësve të mi që mësojeni historinë e Shqipërisë sepse do jeni ju ata që do ta trashëgoni. Dhe ku ka më bukur se ta trashëgojmë historinë dhe ta ruajmë me shumë fanatizëm, ashtu siç bën e gjithë bota. Pra bota e tregon veten me historinë që ka, pra sa e vjetër është ajo, çfarë vleras mbart ajo, dhe si do ta transmetojmë dhe si do t'i edukojmë brezat drejt kësaj qasje, për të mësuar kjo historia që ne kaluam, a ishte një dimension pozitiv? A e ndihmoi vendin për të shkuar përpara, apo ishte një qasje e cila ka nevojë të rikuperohet për të sjellë një konsolidim në të gjitha fushat. Kështu e përcaktoj unë në këndvështrimin tim si mësuese, por gjithashtu dhe duke diskutuar me nxënësit. Realisht jam shumë e kënaqur. Niveli në gjimnazin tonë është një nivel shumë i mirë i nxënësve. Realisht kanë një interes. Dhe kur ti sjell diçka tepër në klasë, pra një gjë shtesë, një fotot, një figurë historike, një dokument historik, një dokumentar, atë e tërheq edhe më shumë. Kishim rastin e pavarësisë së Kosovës dhe klubi i historisë kishte përgatitur një dokumentar të shkurtër, rreth 8 minuta, ku bëm hapjen e orës së mësimit me këtë dokumentar. Realisht u ndjeva e lumtur pse shikoja që kishin një lloj interesi për të dëgjuar me kujdes dhe me kureshtje të gjitha etapat që ka kaluar në fakt populli shqiptar i Kosovës, të cilët janë finalizuar dhe me pavarësinë, dhe për këtë jemi shumë të lumtur në fakt. Të bësh nxënësin të qaset ndaj lëndës, në rastin tonë në lëndën e historisë, do të thotë që ai të jetë jo thjesht riprodhues, po të zhvilloj të menduarit. Të menduarit kritik. Pra ta zbërthej gjën, ta bëj më të thjesht. Kur flasim për konceptin luftë, mos mbes ashtu i ftohtë në kontekstin e luftës. Lufta është shumë e gjerë. Lufta prodhon element që shoqëria i ka njohur dhe ne i dim. Për shembull, siç ishte rasti i Holokaustit që Gjesi e kishte përgatitur me kaq kujdes. Pra të shikoje videon që ajo kishte përgatitur me atë masakër që ka përjetuar shoqëria njerëzore, realisht është një dramë. Po ku ka më mirë se ti edukojmë ne vetë nxënësit tanë që i kemi aty për të ndërtuar dhe për t'i patur nesër qytetar të denj, që të dinë të kujdesen për komunitetin, për profesionin që do marrin, pra të jenë njerëz realisht që kontribojnë për të ardhmen. Pra jo njerëz që do t'jenë gjithmonë në pasivitet. Kjo është ajo që mua më shqetëson fakt. Edhe gjithmonë, po pse e mendon, domethënë gjithmonë e ngacmoj. Po pse e mendon ti në këtë? A nuk ka një zgjidhje më të mirë? Pra, kur flasim për shembull për regjimin komunist, që është realisht një ngjarje që populli e ka përjetuar, aty dalin disa elemente që kur i prezantoj në klasë, nxënësve ju duket e pa imagjinuar. Për shembull, mohimi të drejtës së lirisë së fjalës, të menduarit, të shprehur të lirë të artit. Pra, i them, po sot a jetojmë ne të lirë? A e ke ti të drejtën e fjalës në klasë? Po kur del në rruga je i lirë ti? Po të bësh artin tënd a je i lirë? Dhe ata domethënë realisht tërhiqen nga kjo mënyrë edhe shprehin mendime të jashtëzakonshme, dhe unë kam patur fatin që jo vetëm nxënës që kanë dashur lëndë shoqërore, por edhe nxënësit që kanë dashur shkencore dhe sot janë drejtimet mjekësisë, inxhinierisë, e kanë mësuar shumë mirë historinë. Dhe për këtë jam shumë e lumtur. Historia është vërtet një lëndë formuese, pa të cilën çfarë do formimi të marrë njeriu, po të mos kishe një farë njohurie në histori, do të ishte i mangët si formimi i përgjithshëm. A ndjeni në një farë mënyre përmes sfidash
për të tërhequr pikërisht të ky formim nxënësin në një kohë kur moda e teknologjisë, moda e degëve të cilët janë në kohësinë e tyre më intensive që sigurojnë fitime të shpejta, qoftë edhe në rrugë të drejtë, por që impakti vjen shumë shpejt. Ndërsa historia natyrisht të hulumtosh, të mësosh nxënësit duhet një kohë gjatë, duhet studim, duhet. Pra të tërheqësh me historinë këtë lëndë formuesi që është pothuajse e nevojshme ose domosdoshme për një formim të mirë intelektual, ta bësh atraktive. Në fakt, gjithmonë kur jam përballë maturantëve që më pyesin, presëresh kam dëshirë që unë të qasem rreth historisë ose lëndëve shoqërore. Në fakt, unë kur diskutoj shpesh me babain tim në shtëpi, ai mësues historie për shumë kohë dhe më ka thonë që ne jemi të dytët, shkencat janë të parat. Mirë po unë kam gjetur një lloj rruge mjaft interesante, duke i treguar nxënësit kush është e vërteta e tyre. Pra unë që jam sot në kushtet e një mësuese, kam kaluar një rrugë të gjatë për të qenë këtu. Pra nuk erdha rastësisht, më kupton drejt. Kështu që në këto kushte unë i tregoj kush është rruga që do ndjek ai nxënës, nesër student, për të bërë një historian, një studiues, një akademik, një mësues. Pra është një rrugë e gjatë. Atëherë ti që do ta marrësh do t'i marrësh parasysh të gjitha pasojat që ke. Pra, nëse unë nuk kam sakrifikuar, atëherë unë sot nuk do isha këtu përballë jush. Pra, është ajo sakrifica që bën individi për të arritur aty ku ai dëshiron. Sepse unë kam mësuar në jetë jo çdo gjë serviret me një tabaka, me një mbulesë të bukur dhe ti ke disa ëmbëlsira që mund t'i marrësh sa herë të duash. Jo. Ka sfida dhe ne duhet t'i sfidojmë ato. Përndryshe pastaj mund të zgjedhim Si filloni ju një orë mësimi? Përshëndetja nëse do jetë e mëngjesit është përshëndetja e mëngjesit. Unë gjithmonë nxënësit e mi pyes si jeni sot. Pra këtë e kam timen. Sepse unë edhe kur kam qenë vetë studente në universitet, pedagogët tanë ishin pedagog të jashtëzakonshëm. Unë nuk do t'i harroj kurrë. Gjithmonë na pyesnin në mëngjes si jeni. Sepse kështu thoshte, mbaj mend profesor Gens Trëndafilin, djes pas ka qenë një metodist i jashtëzakonshëm, s'do ta harroj asnjëherë. Ai na thoshte gjithmonë që kur t'jeni përballë nxënësit, pyeteni atë, bëjeni që të ndihet i lirë. Pra të mos e vini në trysni. Sepse është një lloj përjetimi që e çorganizon në atë objektiv që ai ka për ditën. Prandaj sa më të lehtë ja bëj mësuesi nxënësit lëndën, aq më shumë e përqafon. Unë nuk jam një mësuese që përdor një fjalor të vështirë për nxënësit e mi, por sipas nivelit që kam në klasë, mas edhe qasjen time. Nëse kam një orë histori Shqipërisë, gjithmonë e filloj duke treguar dhe duke prezantuar materialin e ri fokusuar me aktualitetin. Pra bëj një rezume të përgjithshme. Si ka qenë dhe çfarë kanë dhe si ka ndikuar dhe si do ndikoj. Pra për ta qasur atë. Dhe shpesh herë i them nxënësve të mi që historinë, edhe ju që do shkoni në shkenca, duhet ta studioni mirë, pse historia është aktuale. Në biseda, në kafe, diskutohet për histori, diskutohet për qasje politike, ku ka më mirë se ti mësosh sistemet politike në shkollë, pra në histori, dhe nesër ti të kesh një formim i cili të mos të mas ty temperamentin që ti të anohesh nga ky krah apo nga i krah, po ti të dish të vendosësh në mënyrë të lirë të drejtën tënde. Dhe kjo është nxënësit aktor dhe autor të jetës së tyre. Patjetër që po. Kjo është ajo që shumë e bukur. Ju si jeni qansur drejt historisë? Është një histori e veçantë në këtë rrugtim tuajin apo erdhi gati papritur dhe ju vendosët dhe vërtet gjetët rrugën e duhur? Në fakt qasja ime me historinë e ka fillesën në familjen time. Babai im është studiues historisë, ka punuar gjithë jetën mësues në gjimnaz, ka kontribuar, ka shkruar mjaft libra dhe
në fakt historinë gjithmonë na ka treguar si një prallë, ashtu siç ju edhe më treguat. Por në fakt ishte, domethënë, unë them që pasioni për profesionin lind së brendshme. Po, është e vërtet. Pra ne nuk mund të, është një shprehje, nuk mund ta detyrojmë veten ta bëjmë një gjë që se duam. Unë e mas veten time në shumë kënde. Kur futem te porta e shkollës që jam në obor, kur ngjis shkallët dhe futem në shkollë, ndjej një përgjegjësi më të fortë, po kur futem në klasë pastaj aty komplet harroj çdo gjë dhe fokusi im kryesor është pikërisht pra mësimdhënia, pra përqendrimi tek nxënësi dhe te puna. Dhe qasja ime me historinë drejt për së drejti po e them që është babai im që më ka nxitur. Fillimisht edhe ai ishte skeptik sepse normalisht tranzicioni bëri të vetëm, por unë nuk rreshta kurrë se qëndri një pasionante e mirë për të lexuar, studiuar dhe për të parë gjërat me shumë kujdes për historinë dhe për të ardhmen që më priste përpara. Zgjodhet mësuesin apo ju zgjodhi ju mësuesia? Në fakt është edhe e kam zgjedhur, por edhe kam marrë modelin e mamas time. Edhe ajo një mësuese. Vajzë dy prindërve mësues. Edhe ajo një mësuese me shumë përvojë. Domethënë gjëja më e bukur që kam ndier nga dy prindrit e mi ishte respekti që gëzonin në komunitet. Sa herë që dilnim shëtitje, gjithmonë takonim ish nxënës të tyre që kishin një respekt, që tregonin gjëra që realisht mua më impresiononin. Kjo më bënte domethënë që unë të kisha edhe këtë qasjen tjetër të mësuesisë. Dhe duke parë maman time që mbaronte punën, vinte në shtëpi, kujdesesh për ne, atëherë unë do të pozicionohesha në këtë aspekt, duke patur edhe unë se nesër do të jem dhe unë një nën, do të krijoj dhe unë familjen time, do të kem edhe unë angazhimet e mia dhe kjo ka qenë mendësia asaj kohe. Nëse do isha sot, do të kisha qenë pak skeptike, por përsëri them që do t'i kisha qëndruar fort qasjes time në fushën e historisë, është e jashtëzakonshme. Do ndalemi më pas përsëri në këtë atmosferë të bukur familjare, por do të desha të dija formimin tuaj, si ka vijuar. Ju jeni nga Librazhdi. E ardhur në Shkodër, e martuar në Shkodër, dhe edhe kjo ka një histori që lidh zona, një histori që lidh historitë e komuniteteve, kulturat e tyre, një formim, një shtrat të butë ku personaliteti i të riut, i vajzës, i djalit, formohet natyrshëm, jo dhunshëm. Po, është e vërtet kjo. Është shumë e vërtet. Në fakt, unë kam qenë brezi i fundit që kam aplikuar universitetin me konkurs, kam aplikuar në disa universitete, kam qenë fituese në të gjitha universitetet, por duke qenë që baba im ngulmonte që vajzën e tij ta kishte gjithmonë afër, unë pranova të studioj në Universitetin e Elbasanit. I përshëndes të gjithë ata pedagogë që sot kam një lidhje të shëndetshme, një komunikim të shëndetshëm me të gjithë ato, dhe pastaj vijova studimet aty për të kaluar në një moment që ishte decisiv, si do të profilizohesha në mësuesi apo tek ana studimore. Kështu që zgjodha mësuesin, ishte një sfidë në fakt, sepse edhe aty kishte sfida që realisht kërkonin përkushtime të tjera me radhë, por në fund rezultoi suksesshëm. Kjo ishte një arritje. Unë kam përjetuar emocione shumë të bukura që do t'i mbaj mend në jetën time. Janë dy emocione, kur jam diplomuar dhe kur jam bërë nën. Pra këto janë dy emocionet më të bukura që unë kam përjetuar në jetën time. I mbaj mend sepse realisht kur ti punon, pra dhe çdo gjë e bën e ndërton vet, është realisht një emocion jashtëzakonshëm. Dhe thunë fund, po ja dola. Ja dola me shumë mundë dhe sakrificë, sepse dihet që koha jon ka qenë kohë e vështirë, nuk ka qenë një kohë
ku ti suportohesh etj me radh. Pra, kjo ka qenë gjëja, 2 gjërat që unë do t'i mbaj mend në gjithë jetën time. Sa gjëra të bukura, gur kilometrazhit, të cilët padyshim meritojnë respekt dhe mirënjohje, por ai diplomim të dha emrin mësuesa. Dhe ti e nise mësuesin, no? Unë e kam filluar mësuesin në 2011, jam emëruar për herë të parë mësuese në fshat. Kjo ka qenë traditë e hershme që është ndjekur gjithmonë për mësuesin e ri. Mësuesi i ri provohet një herë në fshat, pastaj nga perspektiva dhe aftësia që ai ka transferohet në qytet. Unë kam punuar rreth 2 vite në fshat, kam qenë shumë e lumtur. Dua t'ju tregoj një histori të vogël. Rrugën në fshat e kemi bërë, një pjesë rrugë ishte me autobus, pjesa tjetër pastaj do shkoje për ditë në këmbë. Unë nuk u dorëzova asnjë ditë, isha shumë e lumtur që do punoja si mësuese për herë të parë për të ushtruar profesionin tim. Më pyet një mësuese, sot e përshëndes, ajo jeton në Amerikë, është në pension, një kolege shumë e mirë, më thotë Audenarda, të pëlqen thot zona këtu? Pra, edhe unë, një vajzë e re, do me thënë edhe them po, më pëlqen shumë, më pëlqen natyra, filloj të e përshkru, dhe ata u habitën, sepse menduan se do thoja që që është ky vend, do me thënë, kaq i largët, ishte shumë i largët, me të thënë të vërtetën. Megjithatë unë nuk u dorëzova. Unë e desha shumë punën time, unë desha nxënësit e mi, ndava momentet bukura me kolegët e mi. Kanë lënë një respekt tek unë. Sa herë takohemi ndajmë kujtimet bukura bashkë. Kjo është jeta që ne duhet realisht të vlerësojmë. Sepse sot qasje nga më negativet ka sa të duash. Mirë po njeriu kur e mbush shpirtin me anë pozitive, transmeton. E transmeton pozitivitetin. Bravo. Erdhë në Shkodër. Si u bën? Po, edhe kjo ishte. Unë pastaj nga fshati kalova në gjimnazin tim ku kisha mbaruar. Deri në 2014, do me thënë, unë kam punuar në gjimnazin tim. Pastaj, po qarkullonte një lajm, e kam marrë vesh nga media, që është hapur një portal, një konkurs që bëhet për mësuesat e rinj. Në fakt kisha ardhur disa herë në Shkodër për t'u interesuar, por në fakt kishte ato. Ti do martoheshe në Shkodër? Po, unë do martohesha në Shkodër dhe qëllimi kryesor ishte që lem një punë atje ku isha për të vazhduar punën përsëri këto. Disi e vështirë, në fakt sfida kishte nga më të ndryshmet, por që finalja rezultoi pozitive. Ishte përsëri i mat, më thot dëgjoj. Dhe unë po ju tregoj përsëri një kuriozitet vogël, e kam futur dosjen time në orën 10:30 dhe në orën 12 do mbyllesh portali. Në 10:30 e skanoj, i fus të gjitha dokumentat dhe vetëm kur më thot që ju jeni pranuar me sukses dhe keni të drejtë për të futur në provim. Provimi është bërë me shkrim, nuk ishte i digitalizuar si ka ndryshuar kohët tani. Dhe kisha shumë emocione, thosha si do dalë, sepse ishte një masë e madhe, do më thënë, ishin shumë konkurent. Del përgjigja. Isha shumë e stepër në atë kohë, isha nuse e resa kisha ardhur dhe vjerri im që shumë i kujdesshëm tek pjesa e gazetave, thot kanë dalë, thot njoftimet, mi jep kodin që të shikojmë, a je fituese? Mirë po, hezitoja, thosha. Deru i them po urdhro, kur thot je fituese. Kishte emocionin më i bukur, do me thënë. Edhe ju nuk e thoni që mund të keni qenë në vendet e para, por gjithsesi ishte një vend nderues dhe vlerësues për ju, apo jo? Në fakt ishte vendi i parë, unë kisha dalë para në qarkun e veriut, po. Dhe emrimin tim e ka dhënë Zoja Lindita Nikolla. Po. Është lexuar përpara gjithë qytetarëve shkodran që ishin pjesëmarrës në atë sallë atë ditë. Isha e lumtur sepse në fakt nuk më erdhi dhurat prej dikuj. Pra, kjo është ajo që unë e ruaj brenda vetes me krenari. Fal punës time, fal dëshirës time, fal seriozitetit, fal empatisë, fal
të gjitha këtyre elementëve pozitiv që i kam brenda vetes, thash ja dola edhe këtu. Dhe realisht ka qenë një emocion i jashtëzakonshëm dhe ky konkurs mua më hapi rrugët për të njohur Shkodrën, për të njohur qytetin, për të njohur njerëzit, për të njohur kulturën e vendit, për të përshtatur me mendësinë, për të përshtatur me çdo lloj elementi, për të bërë njëshe barabart me të gjithë ata që unë punoj aty. Sa vite keni qenë në Shkodër? Bën gati 11 vite. Si të duket vetja tani nga ajo ardhja e parë? Tani ndjej veten që jam në shtëpinë time, them tani. Pra u desh një kohë që unë të përshtatem patjetër, sepse realisht kam ardhur dhe rritur, dhe kur vjen e rritur dhe ndryshon nga një vend në një vend, qasja është disi e vështirë. Megjithatë unë prap them që Shkodra më hapi derën, Shkodra më rriti pretendimet, Shkodra më bëri një nën të mirë, një bashkëshorte të mirë, por Shkodra më ka dhënë gjërat më të mira që unë sot i kam, dhe për këtë jam falenderuese Shkodrës, qytetarëve shkodran, që realisht kur më takojnë në rrugë, domethënë kanë një respekt të veçantë, por gjithashtu edhe unë ruaj një respekt për gjithë secilin, për çdo fëmijë që kam patur në Xhonës dhe për çdo koleg që kam njohur edhe punoj me to. Jeni mësuese që keni filluar dhe vazhdoni në gjimnazin Oso Kuka. Po, unë kam filluar në gjimnazin Oso Kuka në janar të 2015 dhe çatë ditë unë jam aty mësuese gati 10 vite, 11 vite po bën që unë punoj aty. Dhe realisht ndihem mirë sepse kam kolegë të cilët ndajmë ide, marrim ide, punojmë bashkë, jemi një ekip shumë i mirë, gjithmonë duam të dalim shumë mirë në për kompeticione, në për aktivitete. Kemi një aktivitet jashtëzakonshëm. Nxënësit aktivizohen shumë, një shkollë që është vetë qasja jonë. Unë i shikoj kolegët e mi japin shpirtin për t'i nxjerrë nxënësit sa më mirë, për t'i bërë ata që t'jenë të sigurt në gjën që bëjnë. Ku ka më bukur se sa e mbështet mësuesin nxënësin pa hezituar, pa përtesë, domethënë me një shpirt të lirë, aty përballë ti duke i thënë kujdes të rregulloje, bëj, dhe kur dalin atje në finale, ne mrekullohemi prej tyre. Është edhe si rezultati i organizimit, i një klime të mirë bashkëpunimit, edhe nga drejtuesja. Patjetër, edhe nga drejtuesja, patjetër dua ta përshëndes drejtoresht e Utën, është një zonjë e vërtet, bashkë me 2 nëndrejtorat e shkollës, janë një ekip shumë i mirë, të cilët na motivojnë, na mbështesin në të gjitha sfidat tona, dhe ku ka më mirë se sa të kesh pra të punosh në një institucion ku funksionojnë të gjitha hallkat e institucionit. Është shumë e bukur. Është shumë sfiduese, duke pranuar të gjitha sfidat e kohës, të moshës rinore, të ecurive të shumta të ndryshme, dëshirave, emocioneve të pafundme, po shumë e bukur. Shumë e bukur. Është shumë e bukur. Kur i shikon kolegët në mëngjes që i përshëndet dhe të gjithë të shohin në sy me një dashamirësi, ti mbushesh. Që e bukur. Është një marrëdhënie, jep dhe merr. Ashtu siç e jep edhe e merr, është diçka e bukur. Më përmendet që klubi i historisë kishte realizuar një film të vogël dokumentar, gjë shumë e bukur kjo, e jashtëzakonshme, do thosha, dhe nuk është hera e parë që nxënësit e gjimnazit Oso Kuka operojnë me të tillë art në qasjen e tyre ndaj temave të ndryshme, edhe në letërsi, edhe në histori, patjetër, janë të angazhuar. Por që do të thotë është krijuar klubi i historisë. Po, është krijuar klubi i historisë në shkollën tonë, drejtohet nga Jessica Preçi, është përsëri një nxënësja që ne sapo përmendëm, por ajo që është interesante është qasja e nxënësve me historinë. Pra janë një klub i cili është funksional, pra funksionon, respekton data, respekton festa,
Pra, në një farë mënyre, mua më vjen mirë që sa do pak, do me thënë, ta nxënës që janë, që do me thënë kontribojnë të kjo pjesa, ta përcjellin atë punë që bëjmë, se fundja fundit, ne nëse nuk e pasqyrojmë punën që bëjmë, atëherë ajo do mbes aty. E vërtet. Kjo është gjithë gjëja. Kjo është. Kështu që edhe unë në pjesën e dokumentar që Jessica kishte përgatitur, kur e kam parë, jam mrekulluar dhe kam thënë wow, ti ke bërë një punë shumë të mirë, por kjo puna jote nuk duhet të mbes këtu. Pra ti duhet ta prezantosh. Pse? Sepse duke prezantuar jep modelin. Ne kemi nevojë për modele të mira në fakt, dhe kjo është gjëja më e mirë që. Dhe një ndër modelet është vetë mësuesja, e cila krahas të tjerave, e curive të tjera, atë qasje të hershme që e ka mbjell familja e saj, baba i saj historian, mësues historie, nëna e saj, e ka përsëri brenda vetes. Distanca Shkodër Librash Shkodër është krejt e vogël, kur njeriu rres si një zemër bashkëpunimi. Është ky botim që ju keni, që mban autorsin Bab e Bi, shkruar nga Shaban Gjura dhe Aude Narda Balliu, e drejta zakonore e pashkruar në Çermenik, kanuni i Must Ballxhinit. Kur mendon gjëra që nuk i njohim, themi sa e pasur është Shqipëria. Po është e vërtet, në fakt ky botim ka ardhur. Ju falenderoj për dhuratën. Faleminderit edhe juve. Ka ardhur si rezultati një pune shumë të gjatë, është dashur vite punë për të grumbulluar elemente të drejtës zakonore në zonën e Çermenikës. Në fakt zona e Çermenikës në Shqipëri njihet si një zonë e pasur ku ka patur diversitet kulturor. Ka pas ekzistuar në kohën e mesjetës, këto krahinat janë qeverisur, do thoja, në kuptimin e qeverisjes asaj kohe nga kanunet, dhe ne jemi munduar që kanunin e Must Ballxhinit ta sjellim në këtë format. Pra i kemi mbledhur, kemi parë dokumenta arkivore, kemi shkuar në për shtëpi që kishin ruajtur një traditë të hershme kulturore dhe kemi sjell këtë botim. Është një qasje mjaft interesante. Unë kam pjesën time aty, kështu që unë jam falenderuese edhe babait tim që më nxiti në fakt, sepse thosha jam e pasigurt në këtë, por më tha bash do t'ja dalim, kështu që një ekip i mirë në fund të rezultoi pozitivisht edhe. Jam e bindur që ju nuk rreshni. Jam e bindur që qasja juaj, ajo detyrimi që ju jep pozicioni, detyrimi që je preardhja juaj, respekti për gjithë rrugtimin, respekti dhe vlerësimi për ambientin ku punoni, për misionin që ka mësuesi, gjithmonë do t'ju vej përballë e curive të reja. Faleminderit. Ndaj unë sot njoha mësuese Aude Nardën, hapësirën e saj të madhe, profesionale, shpirtërore, qytetare, përgjithësinë si mësimdhënëse, por edhe si dhënëse e një pjese që është shumë e rëndësishme në formimin e nxënësit, mësuese së jetës që është historia. Dua t'ju falenderoj mësuese Aude Narda. Dua t'ju uroj vetëm ecuri të tilla, të cilat bëhen me hapa të frymëzuar, me hapa që ju i ndjeni, me hapa që ju i meritoni të vazhdoni me vlerësime në këto konkurse të pafundme që ju keni realizuar dhe që do realizoni përsëri. Dhe ju uroj vetëm mbarësi dhe suksesa. Faleminderit shumë për ftesën. Në fakt unë ju thash edhe më herët që për të qenë modeste, sot në vendin tim mund të jenë të gjithë arsimtarët. Respekt për të gjithë. Respekt për të gjithë, sepse gjithë secili prej tyre pra tretet përballë nxënësit. Dhe unë e di se sa shpirt japin gjithë secili prej tyre
për të dhënë maksimumin dhe për ta skalitur nxënësin për t'i dhënë atë formë që ai dëshiron. Kështu që unë kam një respekt të veçantë për të gjithë mësuesët, të gjithë meritojnë të jenë në vendin tim. Jam do thoja një element ose një hallk shumë e rëndësishme e zhvillimit të shoqërisë, e zhvillimit të mendësisë së shoqërisë, se kjo është shumë e rëndësishme për të përshtatur edhe me diversitetin, me atë çfarë na pret më vonë. Qofshi nderuar gjithmonë. Faleminderit, nderim për ju. Mbarësi dhe sukses. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë edhe për ju. Faleminderit.